Ne si kom jemi shumë të fortë, por ne duhet të bëjmë edhe shtetet fuqishme, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Shqiptarët duhet të faktorizohen. Vetëm nga Serbia i kemi përjetuar 4 gjenocide për 1 shekull e gjysmë. Për 1 shekull e gjysmë 4 gjenocide. 1875, 1880, 1912, 1913, 1924, 25 e 26, dhe ky mbrami 1998, 1999. Po pavarësisht këtyre gjenocideve që i kemi përjetuar, ne nuk jemi popull hakmarrës. Qeveria e Republikës suaj nuk është revanshiste. Krejt çfarë duam ne është së pari drejtësia dhe së dyti fuqia e shtetit tonë që të mos lejojmë që kur më të na përsëriten ato masakra, pastrime etnike, e vrasje mizore të cilat janë kryer ndaj popullit tonë, ndaj fëmijëve të Kosovës, ndaj grave, burrave, pleqve e plakave. Pra, si kom të fortë, neve na ka mbajtur oda, neve na ka mbajtur qiftelia, neve na ka mbajtur pushka, neve na ka mbajtur kënga e vallit. Mirë po, nga kombi fort, nga ndjenjë e fort kombëtare, duhet të kalojmë të vetdije e lartë kombëtare e shtetërore, të një ushtri që na mbron, e i del zotat dheut. Prandaj,